billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Lavdi, falënderimi dhe adhurimi i takojnë Allahut, krijuesit absolut të gjithësisë, vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij kërkojmë faljen e mëkateve tona, mbulimin e tmetave tona si dhe pranimin e veprave tona. Ndërkaq salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje ja adresojmë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Besimtarë nderuar, vazhdojmë me trajtimin e ngjarjeve kuranore, pastaj edhe me nxjerrjen e mësimeve më madhështore nga këto ngjarje kuranore. Dhe siç e dini, shumicën prej këtyre ngjarjeve i kemi trajtuar me ndihmën e Allahut Madhërisëm. Ndërkaq sonte me lejen e Zotit Madhërisëm do të vazhdojmë me një ngjarje të re, e cila realisht ka të bëjë me një prej betejave që është zhvilluar mes muslimanëve dhe jo muslimanëve. Konkretisht bëhet fjalë për betejën që quhet Benil Mustaliq. E ka marrë këtë emër Benil Mustaliq në bazë të fisit me të cilin ka luftuar pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ky fis i udhëhequr nga një person që quhej El Harith bin Abi Dirar, kishin marrë vendim që ta luftonin Muhamedin dhe muslimanët. Pra sipas tyre, ata mendonin se ishin të fuqishëm për ta luftuar Muhamedin dhe për ta hequr qafën një herë për gjithmonë. Sa i përket vitit se kur ka ndodhur kjo betejë, ka mos pajtueshmëri mes historianëve islam. Disa prej tyre thonë që ka ndodhur në vitin e 6 hijri, disa të tjerë prej tyre Ibn Hajar al-Asqalani thotë se ka ndodhur në vitin e 5 të hijritit. Disa mendojnë se ka ndodhur para betejës së Hendekut, e disa të tjerë mendojnë se ka ndodhur më një herë pas betejës së Hendekut dhe pas betejave me qifutët e Medinës. Sido që tjetë, kjo betejë është zhvilluar, sikur se e tham, për arsye të tubimit dhe të komplotit që e organizuan ky fis Benil Mustaliq, duke udhëhequr nga udhëheqësi i tyre, lideri i tyre që quhej El Harith, dhe me ta marrur lajmin pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, e dërgoi sahabijun e nderuar El Burejda El Aslami për ta verifikuar lajmin, nga se pejgamberi Allahut asnjëherë nuk ka vepruar emocionalisht. E dini mirë se në Islam është parim bazik që lajmet të vërtetohen, informacionet të konfirmohen. Andaj kur e dëgjoi këtë se fisi Benil Mustaliq ishin tubuar dhe ishin organizuar për të luftuar muslimanët, e dërgoi sahabijun e nderuar, e vërtetoi lajmin dhe menjëherë përgatiti ushtrinë. Përgatiti ushtarët e tij pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe u ballafaqua me fisin Benil Mustaliq në vendin e quajtur El Muraysi. Dhe një prej emrave të kësaj betejë është edhe beteja El Muraysi. El Muraysi është quajtur pellgu apo një prej burimeve të ujit që e ka pasur ky fis. Por ky fis ka qenë pjesë përbërëse e fisit më të madh që quhej Khuzaa. Fisi Beni Khuzaa. Në kuadër të këtij organizimi janë bashkangjitur edhe disa fisje tjera për rreth. Por në momentin që ballafaqu me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, kur e kanë pa fuqinë e ushtarëve musliman, atëherë nuk ka mbetur vetëm se fisi Benil Mustaliq. Kanë luftuar, por kanë humbur Bindshëm. Pra muslimanët e fitojnë betejën Bindshëm, aq sa fitojnë ganimet të madh ushtarak. Pra fitojnë pasuri plazh të luftës që nuk kanë fituar asnjëherë më parë. Shumë deve, shumë dele, shumë armë, nga se fisi Benil Mustaliq ishte një fis i mirë organizuar dhe i pasur. Pastaj, përpos plaçkës së luftës, muslimanët i zënë rob të tjerët. Në grupin atyre që i kishin zënë rob, ishte edhe e bija e liderit të tyre, që quhej El Juwairiyya. Kjo grua ishte grua shumë fisnike. E pranon Islamin pikërisht në këtë betejë. Për momentin që përfundon betejë, sipas një transmetimi,
e pranon islamin edhe baba i saj, lideri i fisit Benil Mustalik. Pra nga momenti që e humb betejën, edhe shumë të tjerë e pranojnë fenë islame. Pastaj, me qenë se kjo ishte zënë rob nga sahabiu i nderuar, Thabit bin Qais, atëherë Thabiti radiallahu anhu, duke qenë se kjo ishte grua shumë e nderuar dhe shumë e respektuar, vajzë një lideri, ja jep mundësin me u liru nga robria, por i kërkon shpagim material. Ajo shkon tek pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Edhe i thot, ja Rasul Allah, nga vetë fakti që i drejtohet si pejgamberi Allahut, tregon se ajo vetëm se e kishte pranuar Islamin. I thot, mu më ka zënë rob Thabiti, edhe ka kërku prej meje që nëse dua të lirohem, ta fitoj lirin nga slavëria, të paguaj kompenzim material. Por unë nuk kam mundësi të paguaj. Dhe unë e di që ti nuk je ndjeni për një gjë të tillë. Atëherë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam i thot kësaj grua fisnike, a je e kënaqur me diçka shumë më të mirë se sa kjo? Thot, çfarë është ajo ja Rasulullah? Thot, a dëshiron të martohesh me mua? I propozon martesë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ajo thot, po. Kush do ta refuzonte një propozim të tillë? Të bëhej gruaja e Muhammed Mustafas alayhi salatu wasalam. Shikoni se si Allahu i Madhërisëm prej nga nuk e pret robi e ngrit. Kur se ka marrë mendja Juairis që ka mi propozu pejgamberi Allahut martesë. Që ka mu bë gruaja e tij, ka mu bë nana e besimtarëve. Allahu i ngrit disa njerëz për shkak të mirësive, për shkak brendive të çilteta që i kanë ata. Ne nuk e dim se ku na fshihet hajri. Ne thjesht duhet të jemi të sinqertë me Allahun e Madhërisëm. Sinqeriteti i kësaj gruaje, normalisht edhe vlerat e saj, se kishte shumë vlera, ishte nga një familje aristokrate, bëri që ajo të ngritej në këtë nivel. Në anën tjetër dhe pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam bëri një potez shumë mjeshtëror në momentin kur i propozoi martesë kësaj gruaje fisnike. Sepse me këtë martesë e pranuan Islamin i gjithë fisi. Edhe kur morën vesh sahabët se pejgamberi Allahut ishte bën mik me El Harith bin Abi Dirar, atëherë i liruan të gjithë robrit që i kishin zonë në këtë luftë. Than ata tani më i kemi miq të Rasulullahut alayhi salam, neve nuk na takon me i mbajt, është tup na me i mbajt robër këta për këtij fisi. Edhe i liruan për hir të Allahut Madhërisëm. Prandaj pejgamberi Allahut tha sallallahu alaihi wasallam, nuk di ndonjë grua më të begatshme për popullin e saj se sa Juairia për fisin e vet. Pra për shkak të kësaj mirësie, për shkak të kësaj martese. Me të përfunduar betejë, ndodh një konflikt aksidental mes sahabëve. Një muhaxhir, një sahabi prej muhaxhirëve, zihet me një prej sahabive të ensarve. Edhe eskalon pak situata, sa që sahabiu nga muhaxhirët i mshon shkelëm sahabiut për ensarve. Kur i mshon shkelëm, pastaj në shenjë viktimizimi, i thret muhaxhirët tjerë. Edhe vërtet thot, o muhaxhir e jani sepse po sulmohem. Në anën tjetër, ensariu thot, o ensar e jani sepse po sulmohem. Shkon lajmi tek munafiku Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, ai që zakonisht ka kriju nga tresa mes njerëzve, e shfrytëzon këtë rast. Por i vjen lajmi dhe pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam se këta të dy janë zanë. Ka dëgjuar që këta janë thirrë në terma ignorant, në jahiliet, kur kanë thonë o muhaxhir edhe o ensar. Ndonë se këto dy terma janë terma që janë përmendur në Kur'an. Janë nocione, janë emërtime, epitete që u ka dhënë vetë Allahu i Madhërisëm, por janë përdorur me synime jo të mira. Janë përdorur për jahiliet. Prandaj ka thënë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam që janë këto thirrje ignorante të jahilietit. Pra na i kemi braktisë këto thirrje më herët. Atëherë i thanë ja Rasulullah, filan muhaxhiri i mshoi shkelm filan ensarit. Pejgamberi Allahut tha, ka qenë në afekt. Pra nuk është që e ka pas me ndonjë plan. Ka qenë momentale, aksidentale, pra mos i jepni pompozitet të një natyre tjetër, mos i jepni konotacion tjetër kësaj pune se nuk i kam mshu
për diçka fisnore. Kanë pas një konflikt, një mosmarrveshje, fatkeqësisht ka kalu në konflikt edhe fizik, por nuk ka pas diçka për te kësaj. Atëra krye munafiku Ibn Seluli thot, a ju këmë thonë që nuk o dash mi pranu këta në me kelit Medin. A ju këmë thonë që nuk o dash mi pranu me kelit Medin. E ju që kini bo, ju që i kini pranu, ju që i kini sistemu, por edhe pasurin e kini nda me ta. Nëse dëni njëre për gjithmonë, këta me la u largu, ndërpritni edhe mos jipni pasurin më këtyne. Mos e ndani pasurin e juj me ta. Edhe e ka thonë një fjalë, ka thonë, le irreja'na, le yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall. Kur të kthehemi në Medinë, pra në qytet, do ta nxjerrë i fuqishmi të dobtin, duke aluduar në vetveten dhe në Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Do ta nxjerrë nga Medina kush i fuqishmi ky pra Ibn Seluli të dobtin Muhamedin. Apo një përkthim tjetër është më i nderuari më të poshtrin, duke e cilësu vetën si më të nderumin e Muhammed Mustafan si më të poshtrin, sallallahu alaihi wasallam. Një djalosh për sahabëve që quhej Zeid bin Arqam e dëgjon edhe shkon më njëherë tek pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Faktikisht i tregon babas vet, e baba i tij i tregon pejgamberit Allahut se kështu ka thonë Ibn Seluli për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo fjalë është blasfemi. Kjo fjalë sipas legjislacionit islam meriton ekzekutim të menjëhershëm. Për shkak se është çdo ofendim në mënyrë direkte apo indirekte i figurës më të shenjtë njerëzore, që është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nënkupton blasfemi që meriton ekzekutim. Kur i erdhi lajmi pejgamberit Allahut, i erdhi shumë rënd për këtë fjalë. Po deshi ta konfirmonte. Me njerë ka dëgju Ibn Seluli që i ka arë lajmi pejgamberit Allahut, sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka arë me vrap, shikoni se si veprojnë munafikt. Edhe ka thonë, pasha Allahun, oj dërgumi Zotit, unë nuk e kam thonë atë fjalë. S'ka mundësi unë me e thonë atë fjalë. Se ky çdo herë ka përdorur këtë metodë. Çka ka bë? Çdo xumë Ibn Seluli në Medinë, para se me fillu hutbja, është ngrit para gjithë masës, para gjithë xhamatit, gjithë sahabëve, edhe ka fillu me i thur elozhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me lavdru shumë. O popull, ky është pejgamberi Allahut, ky është njeriu më fisnik, e kemi prijes, duhet ta dëgjojmë, duhet ta pasojmë. Ndërkaq kur e ka pa pejgamberin Allahut vet ose me disa prej sahabëve, zakonisht kur ka bë davet edhe ka thirrë jashtë xhamisë, ka shkuar dhe i ka thonë, mos na njëllos vendin me pluhurin e gomarit tonë, duke dashur me nënçmu pejgamberin Allahut. Edhe ka thonë, s'ke nevojë me thirrë në publik, shko thirrë në shpiton dhe atje. Krejt të i ka bë për shkak të inatit edhe smidhes që e ka pas në shpirt, sepse ai ka pas pretendime edhe ka pas synime më bë lideri Medinës. E ardhja Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Medinja ka prish këtë planët, se ja ka marrë primatin. Kush ka me dëgju Ibn Selulin me ardhen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Medinë? Askush. Pra i ka pas të brendshme ato, prandaj në pamundësi për mu shkëput për këtyre smundjeve është bë krye munafik. Atëherë fillon diskutimi se a e ka thonë këtë fjalë apo se ka thonë këtë fjalë. E thirin Zeidin, që ka qenë fëmijë. Edhe thot pejgamberi Allahut, o Zeid, a e ka thonë me të vërtet këtë fjalë apo nuk e ka thonë? Thot, pasha Allahun e madhe ka thonë kështu ja Rasulullah, unë nuk gënjej. Vin disa burra të mëdhaj me synim të mirë, me mendim të mirë, thonë ja Rasulullah është fëmijë. Ndoshta si ka dëgju mirë fjalët, sepse Ibn Seluli po betohet që se ka thonë këtë kësaj. Atëherë çka ndodh? Allahu e vërteton, e konfirmon vërtetësinë e fjalëve të Zeidit, edhe e zbret surën El Munafiqun, komplet surën e munafikëve e zbret Allahu i Madhrishëm, edhe e sqaron brendin, realitetin e munafikëve, të asaj që ka ndodhur në betejën Benil Mustaliq, edhe atë se si e ka thonë, në mënyrë decisive dhe precize Ibn Seluli, edhe Allahu e vërteton se me të vërtet e ka thonë dhe ai po gënjen. Sikur se fillon kjo sure ba'da Bismillahirrahmanirrahim, ku thot Allahu i Madhrishëm, idha ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kur erdhen munafiqët tek ti o Muhammed, edhe thanë ne dëshmojmë se ti je i dërguari i Allahut.
Wallahu ya'lamu innaka la rasulu. Allahu e din shumë mirë që ti je pejgamberi i Allahut, i dërguari i Allahut. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Por Allahu dëshmon se munafiqët janë gënjeshtar në këtë që po e thonë. Pra ata po vinë në prezencën tënde, në praninë tënde. Para teje, ata po thonë se po dëshmojnë se ti je pejgamberi i Allahut. Allahu e din shumë mirë që ti je pejgamberi i Allahut, s'ka nevojë ata me dëshmu fare. Por ata po vinë edhe po gënjejnë, sepse Allahu po dëshmon që ata janë gënjeshtar në këtë që po e thonë. Ittakhadhu aymanahum junna fasaddu an sabilillah. Ata i përdornin betimet e tyre të rajshme si mbrojtje ndaj pasojave, ndaj dëmave që do t'ju shkaktoheshin atyre. Fasaddu an sabilillah. Edhe kësaj ata u penguan nga rruga e Allahut. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, sa keq kanë vepruar ata. Pra momentin që i kanë keq përdorur betimet, se betimet janë shumë shtrejta në Islam, Allahu thotë wahfadhu aymanakum, ruani betimet e juaja, nga se nuk ka më të shtrejtë se sa Allahu. Andaj kur robi betohet në Allah, është betuar më të shtrejtin. Edhe sahabët nuk janë betu vetëm se për diçka shumë të madhe, kur e ka kërkuar nevoja, ku s'ka pas për shembull ndonjë argument me dëshmu një çështje të caktuar. Atëherë e kanë përdorur betimin që ka qenë instanca më e lartë e dëshmisë së një çështje. Prandaj këta munafikë kanë keq përdorur betimet. Edhe kur e kanë futur Allahun në lojë, kur e kanë përdorur Allahun, pastaj normalisht që muslimanët në krye tyre pejgamberi Allahut, ata është dashur me u ndal sepse është përdorur më i shtrejti. Ja kanë lënë në qafë atyne, sepse e kanë përdorur betimin. E Allah thot, ata i kanë keq përdorur betimet për me mbrojt prej pasojave që ata i kanë merituar mi përjetu. Pastaj thot sa keq kanë vepruar ata. Dhalika bi annahum amanu thumma kafaru. Kjo ka ndodhur për shkak se ata një herë e kanë proklamuar besimin me gojë, pra janë paraqit kinse e kanë pranuar Islamin, thumma kafaru, pastaj kanë mohu me vepër. Fatubia ala qulubihim fahum la yafqahun, kësisoj Allahu ua ka vullos zemrat atyre, ua ka mbyll zemra për me pranu besimin e sinqert. Edhe ka thonë se ata nuk kuptojnë, sepse nuk dëshirojnë të kuptojnë. Wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum, tash po i drejtohet pejgamberit Allahut, po ja bën me dije se me çfarë kategori njerëzish ka të bëj. Thot kur i shet trupat e tyre ti mahnitesh, pra paraqitja e tyre fizike, mënyra se si vinë ata, mënyra se si paraqiten para teje, mënyra se si shprehen, klepament, të mahnit. Wa in yaqulu tasma' li qawlihim. Mënyra se si flasin, është aq tërheq se sa është pothuajse e pamundur mos me i dëgju. Aq orator, aq fjalë ëmbël janë. Por Allahu çfarë thot? Ka'annahum khushubun musannada. Mirë po janë sikurse drunjet e zgavruar. A i keni po janë disa drunjë të thatë që zgavrohen, ku shihen tej për tej. Thot janë të thatë ata, s'ka kur gjë brenda tyre. Që mbështeten nga pafuqia atyre, që janë duke ra, ose janë të kalbur për brenda. Kështu thot është puna atyre. Jashtë kanë paraqitje fenomenale, por mbrendi janë të kalbur, s'ka sinqeritet. Yahsabuna kulla sayhatin alehim, çdo za, çdo tingull, çdo britm, çdo çështje që ka të bëjë me ta, ata më një herë e trajtojnë si kundër tyre. Pra Allahu tregon se kanë prirje me u viktimizu. Sa herë që përmenden ata kanë me u viktimizu. Jo, nuk është kështu, nuk është ashtu, nuk kemi dashur na me thon kështu, po na bëjnë pa drejtësi, po na shpifin, kështu veprojnë munafik. Humul adu, Allahu thot, ki kujdes o Muhammed. Këta janë armiku real. Armik më të madh se këta s'ke. Fahdharhum, andaj kujdes prej tyre. Qatalahumullah, Allahu i vraf, anna yufakun, si ka mundësi mi u shmangë vërtetës kësisoj ata. Po duke pas parasysh që e vërteta është hynore, duke e përjetu çdo zbritje të ajeteve të Kuranit, duke i dëgju nga goja fisnike Muhammed Mustafas, duke e ditë sa është pejgamberi Allahut, madje vule pejgamberis, edhe prapë me mohu të vërtetën, prandaj Allah thot Allahu i vraftë ata, sepse ata me të vërtetë e meritojnë një mallkim të tillë. Wa idha qila lahum ta'alu, kur atyre u thuhet ejani yastaghfir lakum rasulullah, që të kërkoj falje tek Allahu për ju, pejgamberi Allahut, për shkak të krimit që e keni bë. Law ru'usahum, ata i tumnin kokat, refuzonin. Pra po të ishin sinqert, ata kishin me pranu thirrjen e sahabëve, me shku tek pejgamberi Allahut, mi kërku falje për këtë që e kanë bë, edhe me kërku prej tij, me kërku falje tek Allahu, sepse është krim i madh kjo që kanë bë. Është blasfemi. Mirë po ata i tumnin kokat. Jo, s'kemi nevojë me shkuna. Jo, nuk dëshirojmë me shku.
Wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun, edhe i sheh se si ata pengojnë nga rruga e Allahut edhe tregojnë mendje mdhej. Sawaun alehim astaghfirta lahum am lam tastaghfir lahum. Atëherë Allahu i përgjigjet pejgamberit Allah, i thot: "O Muhammed, e njëjtë është, si kërkove falje për ta, si nuk kërkove falje për ta, len yaghfir Allahu lahum, Allahu kur s'ka më fal atyre, për shkak të krimit që e kanë bërë. Inna Allah la yahdi al-qawma al-fasiqin, sepse Allahu nuk ja udhëzon një popull të shthurur, një popull të devijuar, një popull nga trestar. Humul ladhina yaquluna la tunfiqu, sepse këta janë ata të cilët po thonë la tunfiqu ala man inda rasulillah, mos ju jepni prej pasurive tuaja atyre që janë me pejgamberin e Allahut. Hatta yanfaddu, derisa ata të largohen. Pra, mos ju jepni prej pasurive në mënyrë që ata të largohen, të hekim qafën një herë për gjithmonë. Walillahi khazainu samawati wal ard, por Allahut i takojnë depot e mirësive të qive dhe të tokës. Walakin al munafiqina la yafqahun, por munafiqët nuk e kuptojnë një gjë të tillë. Yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall. Ata po thonë se kur të kthehemi në qytet, në Medinë pra, do ta nxjerrë i fuqishmi të doptin, apo më i nderuari më të poshtrin. Ashtu siç ka thënë shprehimisht Ibn Seluli dhe ata që janë ndiku prej tij prej munafikëve tjerë. Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Allahu po thot, Allahut i takon kënaqëria dhe fuqia, pejgamberit Allahut i takon kënaqëria dhe fuqia dhe besimtarve. Walakin al munafiqina la ya'lamun, por munafiqët nuk e dinë gjë të tillë, sepse ata mendojnë që kënaqëria është me mashtru, kënaqëria është me gënjy. Ata mendojnë se kur gënjejnë ja hedhin muslimanëve. Ja kam hedh Muhamedit, ja kam hedh muslimanëve, i kam mashtru. Mendojnë se kjo është zotësi. Kjo është thurje, kjo është prishje, kjo është devijim. Prandaj thot Allahu, ata nuk janë vetëdijshëm me kuptu që kush realisht e meriton krenarin. Krenaria i takon Allahut, i takon Resulullahut dhe besimtarëve të Allahut. Ja ju alladhina amanu, e tash po ju drejtohet Allahut besimtarëve, po i thot, o besimtar, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah, mos t'ju shkatrojnë pasuritë tuaja dhe pasardhësit tuaj, fëmijët tuaj, e t'ju pengojnë nga përmendja e Allahut. Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. E kushdo që e bën një gjë të tillë, ata janë prej të humburve. Wa anfiqu mimma razaqnakum, andaj jepni për asaj që ju kemi furnizuar ne, thot Allahu. Min qabli an ya'ti ahadakumul maut, para se t'ju vi dikuj pe jush vdekja. Fe yaqula rabbi, e pasaj thot, o Zotim, laula akhartani ila ajalin qarib, sikur të ma shtyje dhe pak afatin e jetës, e të mos ma merje jetën, fe as-saddaqa wa akum min as-salihin, e ta besoj atë që ti e ke zbritë që e ke thonë, e të bëhen pej njerëzve të mirë. Walan yu'akhkhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha, e Allahu thot, ai nuk e shtyn afatin e vdekjes kur t'i vije i gjeli dikuj. Wallahu khabirun bima ta'malun, e Allahu është i mirë informuar për ato që ju i veproni. Pra kjo sure komplet ka zbrit pikërisht në përfundimin e kësaj betejë të fisit Benil Mustalik, që realisht ka treguar në mënyrë të hollësishme, sepse deri në këtë moment janë ditë munafikt, është ditë edhe rreziku i tyre, por nuk është ditë se e kanë këtë nivel të prishjes edhe të shturjes. Po tash Allahu i ka shpërfaq krejtësisht. Pra edhe pa ftyrsin, edhe dy ftyrsin e Ibn Selulit ja ka qitë në pa, edhe të atyre që i ka për krah vetës, të atyre që i kanë pasu ata. Edhe ja ka zbulu gjitha ato përpjekjet që i kanë bo ata në mënyrë sekrete për me i përqallë sahabët. Çdo rast që ju ka ardhur, çdo mundësi e vetme që ju ka ardhur, edhe shumë e vogël nëse ka qenë, e kanë shfrytzuar për me fut përçarje me sahabëve, mes muhaxhirëve dhe ensarëve. Prandaj e ka shfrytzuar edhe këtë rast, duke menduar se do të ketë sukses, por ja që Allahu i prish kurthat e jo besimtarëve dhe të munafikëve. Tani do t'i përmend vetëm disa prej mësimeve kryesore që nxirren nga kjo ngjarje madhështore. E para për tyre, nxitimin ballafaqim me armikun. Atëherë kur muslimanët kanë fuqi, atëherë kur muslimanët kanë shtet, kanë lider, kanë mobilizim ushtarak, kanë organizim të mirëfillt, në qoftë se ballafaqohen me armikun, në qoftë se një armik i sulmon ata, apo i kërcënon me sulm, muslimanët nuk duhet me anashkalu këto. Duhet me marrë këta ofanzivin e parë, me dalë edhe me u ballafaqu me ta, sikur se ka vepruar pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam
në betejën Beni Mustaliq. Pra momentin që i ka ardhur lajmi, edhe e ka vërtetu se me të vërtet ata janë organizu për me i luftu muslimant, me njerë e ka organizu ushtrim. Pse? I ka pas mundësit për me bëni që tjilë. Për dallim prej betejës së Hendekut, s'ka pas mundësi, atëherë nuk ka bo luft ofanzive, po ka bo luft defanzive. Ka kalu në mbrojtje. E ka rrethu Medinën me Hendek. Pse? Rrethanat i diktojnë vendimet. Nëse jemi në favor të ofanzivës, atëherë kalojmë në ofanzivë. Nëse jemi në disfavor, atëherë mbrohemi në defanzivë. Kështu ka vepruar pejgamberi Allahut. Por çdo herë muslimanët duhet i marrin masat e nevojshme të përgatitjes, nga se nuk është mençuri të pritet lufta. Lufta vjen befasishëm. Zakonisht luftat ndodhin në mënyrë të papritur. Por përgatitja duhet të jetë shumë herët. Muslimanët duhet fillimisht mi organizu kokat, elitat intelektuale, prej xhallarëve dhe prej shkencëtarëve, për gjitha lëmive, me i mbledh fillimisht në shoqëri lokale, ne këtu në Kosovë, në vende të tjera, muslimanë të tjerë, derisa pastaj të kalohet në instancat e larta të organizimit ma serios për me kalu me dashur Allahu i Madhërisëm edhe me përshpejtu rikthimin e khilafetit. Vetëm kësaj mund me organizu. Pastaj kur mblidhen kokat, kur mblidhet elita, ajka e shoqërisë islame, atëherë dihen rreziqet, parandalohen rreziqet, bën mirë organizimet. Prodhohet një gjenerat që ndërtohet mbi idealin më fisnik që ekziston, lartësimin e fjalës së Allahut. Pra kur na kalojmë në prodhim të këtyre gjeneratave, atëherë mund të shpresojmë që e ardhmja do të jetë premtuese për ne. Por ndryshe, nëse vetëm ngelim në këtë nivel që jemi, edhe vetëm merremi me çështje sekondare, edhe nuk prodhojmë gjenerata elitare, nuk i bashkojmë kokat e dietarëve dhe të shkencëtarëve islam, e kemi pothuajse të pamundur me rikthy krenarinë e umetit. Vetëm ndonjë mrekulli Allahut mundet me ndodh. Por ndryshe është pothuajse e pamundur. Prandaj historia islame na dëshmon për një gjë të tillë. Premtimeve të radhës është ajo se çfarëdo reagimi, çfarëdo fjalë, çfarëdo veprimi ignorant që mundet me vepru dikush prej muslimanëve, na e kemi për detyrë me luftu ata. Pejgamberi Allahut më një herë kur ka dëgju për mënyrën se si ka reaguar i sahabia për muhaxhirëve kur i ka ra me shkel me ensariut. Edhe ka thonë, o muhaxhir, hajdeni se po muslimojnë. Pra thirrjen e ka bën mbi bazën e ambicieve fisnore. Nuk ka thonë o musliman hajdeni, por ka thonë o muhaxhir. E ka keq përdor epitetin e muhaxhirit. Se ka pas synime fisnore në këtë rast, ka kalu në gjahillëk. Ka kalu në gjëra ignorante. Atë pejgamberi çka ka thonë? S'ka thonë as mos u rrini, as mos u polani, as mos u goditni. Ka thonë çka janë këto thirrje ignorante. Se këtu është rreziku më i madh. Se këtë tjera kanë zgjidhje. Mund me ndodh muzon dikush mes muslimanëve. Ndodh që do rrihen ndonjëherë musliman. S'duhet me ndodh, po ja që ndodh. Mirë, po nëse rrihen mbi baza të arsyeve ignorante, atëherë kjo është katastrofale. Prandaj pejgamberi Allah ka reaguar më një herë. Që do të thotë na duhet me i luftu të gjitha elementet ignorante që mund me ekzistu, edhe në fjalët tona, edhe në veprat tona, edhe në diçka tjetër. Pra kur nuk duhet me kalu në nivelin e ignorantëve, edhe më u kthy në xahiliet për mi arsyetu veprimet e veta, mu arsyetu me diçka që është krejtësisht e ndaluar. Sepse ne para së gjithash jemi besimtar, dhe ky është epiteti më i lartë që na ka nderuar Zoti me të. Pejgamberi Allahu na ka treguar që muslimani është vllai i muslimanit. Ne ka thonë el muslimu ekhul muslim. Muslimani është vllai i muslimanit. Pra e ka eliminu çdo hapësirë edhe çdo mundësi me mendu dikush që ka diçka më të fuqishme si lidhje se sa lidhja islam. S'ka. Prandaj na ka porositur që me ndihmu vllain musliman, edhe kur është zullumçar, edhe kur është viktim. Edhe kur bën padrejti, edhe kur i bëhet padrejti. Ka thonë unsur akhaka zaliman aw madhluma. Ndihmoje vllaun tënd, edhe kur është zullumçar, por edhe kur i bëhet zullum. I thanë ja Rasulullah, por kur i bëhet zullum, po e kuptojmë që duhet me i ndihmu. Po kur bën zullum, ç'është me i ndihmu? Ka thonë temnauhu min al-dhulm. Pengoje pe zullumit. Ç'është e ndihmon? Nëse ke mundësi me ndal pe zullumit, me shku me këshillu, me i thonë mos se kjo çka i të dash me bëj zullum, i ke ndihmu. Pra kemi për detyrë me i ndihmu njëri tjetrin. Prej kësaj ndërlidhet një mësim tjetër, e që është lidhja imanore është mbi çdo lidhje.
Sepse këtu ka ndodhur diçka shumë e mrekullueshme që unë harrova ta përmend. Abdullah ibn Ubay ibn Seluli, krye munafiku që e përmendëm. Momentin që e ka thonë këto, djali i vet, që gjithashtu e ka pas emrin Abdullah, ka qenë prej sahabive më të nderuar, më të sinqert. Këtu vjen shprehje fjala popullore, ati bën magar, magari bën at. Ndodh që për një prindi shumë të keq del një evlad i mrekullueshëm, por edhe e kundërta. Për një prindi shumë të mirë del një evlad i devijuar. E prej krye munafikut ka dalë Abdullahu që ka qenë prej sahabëve më të mirë që kanë jetuar. Kur ka dëgjuar çka ka thonë baba i vet, ka thonë pasha Allahun e madh s'ka me lënë me hyn në Medinë babën. Edhe ka shku ka kërku leje tek pejgamberi Allahut, ka thonë ja Rasulullah, më jep leje me e vra babën tëm. Sa se ka vrarë dikush tjetër. Më jep leje, unë du me e vra. Se krimin që e ka bë, blasfemin që e ka bë, ai meriton ekzekutim me vdekje. E unë po du me e vra babën tëm. Tash para mendoje, pse? Se s'ka lidhje më të shenjtë në Islam se sa lidhja besimore. Se lidhja besimore bazën e ka tek Allahu, e ka tek Resulullah. Askush nuk është më i rëndësishëm se sa Allahu, as baba, as nana. As vetë Resulullah nuk është më i rëndësishëm se sa Allahu. Edhe pse është më i dashur i Allahut. Sepse burimi i vlerave, burimi i mirësive është vetë Allahu i madhërisht. E nëse disrespektohet Allahu, kush meriton respekt pastaj? Nëse favorizohet prindi para Allahut, kemi bë padrejtësi të madhe. Prandaj ky sahabi nuk ka leju me ra prej e emocioneve familjare me thonë baba em ka folë shumë keq, po unë po heshti. Jo që s'ka hesht, po ka dalë ky vet i pari dhe ka thonë ja Rasulullah, më lejo mu ta vras babën. Ka thonë pejgamberi Allahut la, kurse si jo. Yetahaddathu an-nasu anna Muhammeden yaqtulu ashabe, sepse pastaj njerëzit do të flasin dhe do të thonë se Muhamedi po i vret shokët e vet. Atëherë është çu Omeri radiallahu ka thonë ja Rasulullah më lejo mu, t'ja e ki kryt. Ta rahatoj njëre për gjithmonë shoqërinë tonë. Ka thonë jo Omer, sepse njerëzit flasin edhe thonë se Muhamedi po i vret shokët e vet, dhe kështu do të ndodhë realisht. Sikur një prej munafikëve ta kishte vrarë pejgamberi Allahut, në kohën e tij, krejt kishin me thonë pastaj, kishin me keq përdorur se Muhamedi i ka vrarë shokët e vet. Sa largpams ka qenë pejgamberi Allahut, normalisht edhe i mbrojtur me shpallje, por dhe strategi vërtet largpams i jashtëzakonshëm. Atëherë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam i thot Abdullahut, jo me vra, por shko edhe respektoje babën, edhe shoqëroje me shoqërim të mirë. Shikoni subhanallah. Domthon, në kulminacionin e fuqisë tij, në ofendimin më të thellë që ka mujt m'ia bë dikush, me i thonë më i poshtri, edhe me kërcënu me i thonë që unë kom të nxjerr ty pi Medinës. Edhe prap i ka thonë ja se babe ki. Ai nashta se meriton hiç respektin. Po për shkak se djali i tij ti ke me respektu ato. Edhe me këtë rast e ka zbatuar dhe e ka aplikuar ajetin kuranor ku Allahu çfarë na thon Kur'an në raport me prindrit, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma. Edhe nëse detyrojnë ty prindrit me bë mushirk, pra me bë mëkatin më të madh. Përmend pastaj edhe nën shirkun edhe mëkat të tjera, ti mos i dëgjoj ata, mos i nënshtron mëkat atyre. Por çka thot Allahu? Wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Por gjatë jetës kësaj bote, aq sa të kenë jetë ata, aq sa ti kesh ti nën për kujdesin tënde, ti sillu mirë me ta, shoqëroj mirë ata, i respektuos ndaj tyre. Edhe kështu e ka këshilluar edhe Abdullah. Atëherë ka thonë ja Rasulullah, unë s'kam e lënë me hyn në Medinë, s'po e vras. Ama s'kam e lënë me hyn në Medinë, pa thonë që ai është më i poshtri e ti je më i nderumi. Edhe i del babas vet përpara i thot, ti s'ke me mundësi me hyn në Medinë. Ti s'ke me hyn në Medinë. Thot lem të hy, thot s'munesh me hy. Thot ja ki me thonë që ti je më i poshtri e Muhamedi është më i nderumi, ja s'ke me pas mundësi me hyn në Medinë. Edhe thot unë jam më i poshtri, Muhamedi është më i nderumi, atëherë e lejon me hyn në Medinë. Shikoni çka do të thonë me pas lidhjen e sinqertë mes nesh edhe mes Allahut madhërisëm. Pastaj nuk duhet me harru që kënaqëria reale dhe e vërtet është në lidhjen tonë me Allahun, në lidhjen tonë me Resulullahun, pastaj rrjedhimisht edhe në lidhjen tonë vllaznore imanore me besimtarët. Kënaqëria reale buron nga Islami, nga imani, nga vllazëria islame, edhe ruhet ajo, njerit edhe manifestohet ajo vetëm përmes lidhjes islame. Çdo lidhje tjetër, çdo kënaqëri tjetër është shterpe, është mashtruese, është gënjeshtër.
Prandaj ata që ndihen krenar mbi gjëra të kota, mbi gjëra të devijuara, ata realisht janë vetë mashtruar. Prandaj Allahu i ka thonë këtij munafiku, edhe munafikëve tjerë, edhe gjithë munafikëve e jo muslimanëve që kanë me jetu, aq sa Allahu t'jep leje me jetu kjo gjësi, se krenaria i takon Allahut, walillahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minin, Allahut, Rasulullahut dhe besimtarëve të Allahut. Kaq sa i përket kësaj ngjarje madhështore dhe mësimeve që jam munduar t'i nxjerr, normalisht disa më kryesore për tyre.